Atëherë shkëlqime bisedojmë pak se pse është kaq e rëndësishme mënyra e ushqyerjes gjatë muajit të Ramazanit, po ashtu edhe gjatë festës së Bajramit pas këtij muaji. Okej, tani mënyra e ushqyerjes gjatë muajit të Ramazanit është shumë e rëndësishme, sepse vetë trupi përballet me një periudhë ku ne nuk konsumojmë as ushqim, po nuk konsumojmë as edhe ujë. Gjatë kësaj periudhe trupi kalon një përshtatje ose një adaptim për të përballur me këtë mungesë të ushqimit. Prandaj ushqyerja gjatë kësaj periudhe është shumë e rëndësishme në mënyrën pastaj se si ne do të ndjehemi dhe për faktin se sa do e mbështesim ne trupin dhe metabolizmin ton për të përballur më mirë me këtë mungesë të ushqimit. Pastaj sigurisht që është shumë e rëndësishme edhe ushqimi pas kësaj periudhe, duke qenë se kalojmë një periudhë vetë përmbajtjeje në ushqim, periudhë me afat ose orar mirë të strukturuar dhe pastaj kur kalojmë në një periudhë tjetër ku ne jemi të lirë të hamë gjatë ditës, është shumë e rëndësishme ta menaxhojmë sakt dhe pse jo edhe të na ngelen ato shprehit e sakta dhe të mira që kemi fituar gjatë periudhës së Ramazanit. Do thoya që gjithë kjo periudhë, në këtë periudhë ushqyerja duhet të jetë patjetër e balancuar që ne të mbështesim trupin ton dhe që agjërimi në fakt të jetë shërim.